Ndërsa skandali i dokumenteve të Panamas ka tronditur gjithë botën, në Shqipëri debati është përqendruar tek GFI Albania, e cila ka koncesionin e markimit të karburanteve. Erion Braçaj akuzon qeverisjen e djathtë dhe flet për një aferë të madhe korruptive, që sipas tij implikon institucionet kryesore të shtetit. Kryetari i Komisionit të Ekonomisë ngre dyshime të forta për këtë kompani dhe kërkon të gjendet se cili është përfituesi i vërtet i shumave marramendse. Kush është përfituesi, kush është ky që e ka kërkuar? Që shteti ja pas ka dhënë këtij në shkelje të procedurave në mënyrë kriminale, po ja u them unë, në rastin e koncesionit të markimit është në mënyrë kriminale. Si shpjegohet? Dhe pikërisht është në mënyrë kriminale, janë korruptuar që gjithë, po ta them unë. Nga qeveria ke gjykata kushtetuese tek parlamenti të gjithë merat. Në këto kushte Braçaj i kërkon qeverisë së drejtuar prej Edi Ramës ta pezullojë kontratën me GFI. Nëse ka një gjë që unë i kërkoj qeverisë aktuale është ta pezullojë kontratën. Ta pezullojë derisa të jetë e qartë. Se për çfarë bëhet fjalë në këtë histori më? Kam gjetur një lajm, jo më larg se dje, që mëma e kompanisë GFI, që është Eurocontrolli, e ka shitur kompaninë GFI. Ka lidhje me këtë që kemi ne në Shqipëri, sepse ka ndodhur një shitje tjetër në shtator të 2015-s, që GFI-ja, që operonte nën mëmën e saj Eurocontrol, ka shitur edhe ajo aksionet ke PCP-ja. Tani më thoni në këtë xhungël veprimesh, shitjesh kuotash, çfarë duhet bëjë qeveri? Ta pezullojë kontratën. I ndërgjegjshëm për përgjegjësinë që ka mazhoranca ku bën pjesë edhe vetë, kryetari i Komisionit të Ekonomisë apelon të bëhet shumë kujdes me koncesionet e shërbimeve të pakërkuara. Një kategori koncesionesh veçanërisht shërbimi, të cilat janë kanalizuar përmes procedurës propozimi pakërkuar, kanë dyshime shumë të mëdha mbi vete, dyshime që nuk janë zbardhur as sot e kësaj dite. Nuk ka vullnet, apo është pa mundësi, kjo është çështje që duhet ta zgjidhë Qeveria e Republikës së Shqipërisë. Erion Braçaj ishte i ftuar në emisionin Kapital në Vision Plus.